Kam pritur 9 muaj për këto 9 minuta. Betejë ime për të dëgjuar për jush vjen pas një sagë të gjatë. Zhgënjyse për thënë drejtën, për të dëgjuar çfarë pas kam bërë. Që jam rrëmbyer nga zyra ku më kanë zgjedhur qytetarët dhe jam mbyllur në një qeli me një regjim burgosje apo shoqërimi më të rëndë se sa vrasje seriale. Kam sot më shumë policë në gjykatë kushtetuese se ç'kam avokat. Provën e keni këtu në këtë sallë. Kam përjetuar një periudhë gjatë, të mbushur me shkelje drejtave të mia themelore si qytetar i kësaj republike. Por mbi të gjitha, një periudhë denigrimi dhe përpjekje për të hequr zërin e një të zgjedhurit 3 herë radhazi nga qytetarët e Tiranës. Prandaj me respekt plot dhe solen për këtë gjykatë, unë pyes sot, cilën shkelje të rëndë kushtetutës apo të ligjit kam kryer unë në ushtrimin e mandatit kushtetues të kryetarit të Bashkisë Tiranës? Përpjekja ime për të mbrojtur beslidhjen me qytetarët e Tiranës edhe në kushtet e rrëmbimit në qeli është detyrim imi ndaj qytetarëve të këtij qyteti. Besimi im se vota e lirë është më e fortë se kulisat politik, është fuqia që më shtyn ta bëj këtë betejë sot këtu përpara jush edhe përpara të gjithë shqiptarëve. Bindja ime se drejtësia duhet burojë nga kushtetuta dhe jo nga protagonizmi politik apo etja për karrierë mbi kurrizë të lirive themelore të qytetarëve është një bindje e palikundur. Ato çfarë kushtetuta i mbron, shpresoj që në këtë sallë të thuhen me zë të lartë, të arsyetohen nga ju të nderuar dhe të dëgjohen nga çdo shqiptar që ende beson se ligji duhet të mbrojë, jo të sulmojë pabesisht. Të nderuar gjyqtarë të gjykatës kushtetuese. Në këtë seancë nuk po shqyrtohet një vend pune. Kjo është një seancë historike besoj, që shqyrton vetë demokracinë, shëndetin e demokracisë shqiptare. Dhe kur beson që i dhënë gjithçka për këtë mandat të qytetarëve, vjen arsye për cilën të largojnë nga detyra. Dhe citoj: mos prezenca në detyrë për më shumë se 3 muaj.